Në mungesë të një investimi të mirëfillt me rrjeta apo mure të mëdha mbrojtës, rruga nacionale Burrel-Skuraj e kryesisht segmenti nga ura e Ulzës e deri tek tuneli i vogël ka qenë vazhdimisht problematik sa i përket shembjes mbi të shkëmbimeve apo gurëve të mëdhenj. Drejtuesit e mjeteve që e kanë përdorur këtë aks rrugor që prej hapjes së tij janë përballur vazhdimisht me gurë shkëmbim të rënë në asfalt, që për fat të mirë nuk ka shkaktuar humbje jete njerëzore. Rreziku ka qenë evident kryesisht në kohë me shi, ku kanë ndodhur shembje të shumta të gurëve, shkëmbimeve apo dherave. Terrene të tilla kanë qenë problematike kudo në vendin tonë. Kujtojmë se 9 vite më parë, si pasojë e shembjes së një guri të madh dhe goditjes së një automjeti, humbën jetën 3 persona të së njëjtës familje në rrugën e Torovicës në Lezhë. Pas kësaj tragjedie, autoritetet kanë marrë një vendim që edhe pse me shumë vonesë, kanë nisur punën për eliminimin e shkëmbimeve apo gurëve të rrezikshëm në Torovicë, ndërsa në Shkopet ende nuk ka ndodhur. Terreni dhe rreziku është thuajse i njëjtë dhe në luginën e Shkopetit, ku ka gurë apo masive shkëmbore që janë gati në shembje mbi rrugën nacionale. Jashtëkamras, drejtuesit e automjeteve thanë se autoritetet nuk duhet të presin të ndodhë ndonjë tragjedi njerëzore si ajo 9 vite më parë në Torovicë, por të ndërhyjsa janë në kohë dhe të eliminojnë gurët apo shkëmbimt që janë të rrezikshëm në shpatin e malit nga ura e Ulzës e deri tek tuneli i vogël i rrugës nacionale Burrel-Skuraj.